Për pak më shumë se një vit, mund të shijoni një kafe në Waitikon mes dizajneve nga Parisi, copave unike të punuara me dorë dhe veshjeve të bëra nga pëlhura të shtrenjta. Vivid, një kombinim midis butiku të modës dhe kafenes, ndodhet në Leongas 51, midis qendrës së kujdesit ditor dhe statujës Luanit. Jeta Dagati, një 45 vjeçare nga Waitikon, është themeluesja dhe pronarja e dyqanit, me mbi një dekadë përvojë në industrinë e modës në bindje të forta për shëndrueshmërinë, cilësinë dhe komunitetin. Ajo ka krijuar një vend në 180 metra katror, ku adhuruesit e modës, fëmijët e gjallë dhe të moshuarit mund të gjejnë vendin e tyre, raporton portali Mgata. Duke u rritur në Kosovë, ajo erdhi në zyri në moshën 22 vjeç. Ajo hoqi dorë nga ëndra e saj për të studiuar ekonomi, për në Zvicër. Diploma ime e shkollës së mesme nuk njihet këtu, thot Dagati. Edhe pse mund të kishte studiuar në vende të tjera, ajo shndroi këtu. Pasiguria politike formosoi familjen time, gjithashtu e vlerësoj Zvicrën sepse është kaq e shndrueshme gjithmonë. Mendonte se do të transferohej në Londër, por kur pati një seri sulmesh terroriste në vitin 2005, ajo e dinte nuk mund ta përballoj. Ajo tregon se si shokët e klasës u helmuan në shkollë gjatë luftës në Kosovë. Prindërit e shqetësuar shkuan në spital për të kërkuar fëmijët e tyre. Këto përvoja mund ndryshuan përgjithmonë. Në vend që të studiojë, ajo hyri në industrinë e modës. Ajo demonstroi talentin e saj për numrat në Espirit, ku mori vite trajnim. Përfundimisht si menaxhere zone në Espirit, ajo mblodhi të gjithë koleksionin për dyqanet franqiste. Espirit e dërgoi atë në gjysmën e botës për të zbuluar marka dhe për të krijuar rrjet pa kompromise për shëndrueshmërinë. Për Dagatin, shëndrueshmëria nuk është vetëm një fjalë kyçe e marketingut, por një nga parimet e saj kryesore. Qoftë musli, birshe, sanduiç apo ëmbëlsira, Dagati bën të gjitha vetë, pa aditiv ose konservues dhe duke përdorur produkte rajonale. Kafeja vjen nga biznesi familjar Stoll në Zyvi, qumësht thjesht me origjinë lokale dhe Prosecco vjen nga Vergani në Syri. Unë preferoj të shpenzoj më shumë për produkte të mira, nuk dua të bëj kompromis për shëndrueshmërinë dhe cilësinë, thot Dagati. Çfarëdo që mbetet në fund të ditës, ajo u jep klientëve ose merr me vete në